Shimi edhe një atmosferë konspiracioni sigur çfarë ka mbrapa informacioni. Dhe këtë gjë e kemi diskutuar edhe me komisionerin, kemi pas edhe një mbledhje të përbashkët së fundmi me qeverinë, ku e kemi theksuar së bashku edhe me ministren këtu në krah për të gjithë anëtarët e kabinetit domosdoshmërinë që të ketë një fokus më të madh në këtë aspekt, sepse është në të mirën e të gjithëve, është dhe në të mirën e institucioneve, është dhe në të mirën e publikut, është edhe në të mirën e vendit. Dhe për këtë arsye ne kemi shtyrë përpara edhe projektin e Transparent Albania, që është një projekt shumë ambicios për të pasur në një territor të vetëm virtual të gjithë informacionin, dhe kështu kjo do të lehtësonte shumë ndërveprimet midis gjithë kërkuesve të informacionit edhe institucioneve, pasi do ishte një dritare e vetme ku institucionet në mënyrë automatike do të duhet publikojnë gjithë aktivitetin e tyre dokumentar, edhe ku kushdo që do të hyjë në këtë aktivitet dhe të marrë pjesë që interesojnë, mund të hyjë pa kaluar nga kërkesat, refuzimet, zvarritjet e tjera. Ka dhe një element tjetër që nuk është justifikim, është fakt që një pjesë e konsiderueshme e gjithë këtyre problematikave që vijnë këtu në formë shifrash nga zonjat lidhet me thjesht dhe vetëm përtatësinë burokratike, nuk është një barikad për të mbajtur informacion, por është një problematike funksionimit brendshëm të mekanizmit administratës, kur vjen puna tek intensiteti me të cilin vjen kërkesa dhe tek intensiteti me të cilin duhet përgjigjesh. Natyrisht që kjo është e përmirësueshme, përmirësohet më pak se sa që do të prisnin ata që shikojnë gotën gjysmëbosh, por gjithsesi përmirësohet. Për të qenë shumë transparent, ashtu se jemi ke kryesa e transparencës, unë i kam bërë komisionerit një vërejtje për aq sa mund t'i bëj vërejtje e një institucionit pavarur që ka një gjë të munguar në veprimtarinë e komisionerit, që është mungesa e sanksioneve për autoritetet më të larta. Ligji është shumë i qartë, 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 në qoftë se nuk ka përgjigje, ka sanksion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sanksionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe në qoftë se kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Dhe kështu gota gjysmëplot me gotën gjysmëbosh do kenë një ndërveprim më të shpejt, besoj unë, por duhen vendosur sanksion. Mos harroni që kur e kemi nisur këtë proces qeverisje, kishim problem të madh parkimin e paligjshëm të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë mbi gjithë trotuaret e mundshëm dhe mbi të gjitha lulishtet dhe hapësirat publike rreth e rrotull parlamentit. Ku janë sot, pse nuk ka asnjë që parkon atje, sepse
u vendosën sanksione. U gjobitën deputetët disa herë me radhë dhe kuptuan që loja e parkimit palishëm mbaroi. Ose nuk kam makina ministrash që shkelin semaforin, sepse u gjobitën ministrat për shkelin semaforit. Dhe kështu ndanë me shoferët shqetësimin që shoferët duhet të lëviznin normalisht si gjithë shoferët e tjerë dhe mos të ndiheshin me krah për faktin që kishin mbrapa një ministër. Dhe sanksionet të rast, mbase nuk do kenë të njëjtin efekt çuditbërës që patën në dy rastet që përmenda, që janë shumë konkrete, po do kenë efektin e tyre.